Episodi sotëm nis me skenën ku Alia ndodhet në shtëpinë e Mines. Në atë moment vjen Giani dhe ardhja e tij e habit Aliën, duke ia shtuar edhe më shumë dyshimet për një marrëdhënie mes tij dhe Mines. Gian përpiqet të justifikohet duke thënë se ishte në dieni që Alia ndodhej te Mine dhe se kishte ardhur vetëm për sigurinë e saj. Megjithatë, Alia nuk e beson këtë justifikim. Pas largimit nga shtëpia e Mines, Alia e pyet drejt për drejt Gianin nëse ai kishte ndonjë punë të rëndësishme me Minen. Kjo pyetje e trondi Gianin, i cili mbetet i shokuar nga dyshimet e hapura të Aliës. Sedati dhe Fidan vënë re se Zerrin nuk ndodhet në dhomën e saj, ndërkohë të gjithë të pranishmit po presin ardhjen e Nuses, por zbulohet se Nusja është arratisur. Ky fakt e acaron jashtëmase Sedatin dhe familjen e tij, të cilët ndihen të turpëruar nga arratisja e Nuses së tyre. Nga ana tjetër, Kaja përpiqet ta bindë Zerrinin që të qëndrojë me të, duke mos e lejuar të bëjë një martesë që nuk e dëshiron. Pas kthimit në konak, Alia fillon të kritikojë veten për ndjenjat e xhelozisë që po ndjen ndaj Gianit, duke mos e kuptuar pse kjo ndjenjë po bëhet kaq e fortë. Nga ana tjetër, edhe Gian fillon të reflektojë mbi ndjenjat e tij, duke kuptuar se lidhja me Alien po bëhet gjithnjë edhe më e thellë. Në këtë moment emocional, Denizi surprizon si Ailën ashtu edhe Gianin me një kornizë fotografie ku shfaqen të tre së bashku si një familje. Kjo surprizë i prek thellë të dy dhe i bën të reflektojnë edhe më shumë mbi lidhjen që po formohet mes tyre. Zerrini këmbgul që Kaja ta rikthejë në shtëpinë e saj, duke kërkuar të mos e çojë më tej këtë situatë. Por Kaja refuzon dhe i thotë se nuk ka më kthim pas. Ai kërkon Zerrinit të heqë fustanin e nusërisë, sepse ka vendosur që ata të shkojnë të martohen së bashku. Ky moment e bën situatën edhe më të tensionuar dhe dramatike, duke treguar vendosmërinë e Kajës dhe pasigurinë e Zerrinit për atë që do ndodhë më pas. Fidan, Shahin, Mahmud dhe Sedat shkojnë në konakun e Gianit dhe kërkojnë që Zerrin t'u kthehet. Giani u thotë se nuk e di vendodhjen e saj dhe se nuk ka asnjë informacion për atë që ka ndodhur. Mahmudi fillon të kërcënojë situatën, duke thënë se do të japë urdhër për dënimin me vdekje të Kajës. Përballë këtyre kërcënimeve, Gian reagon ashpër dhe i thotë se nëse preket qofte edhe një fije floku e vëllait të tij, atëherë gjaku i Mahmudit do të derdhet i pari. Kjo përballje ashpër e çon konfliktin në një nivel edhe më të rrezikshëm. Giani telefonon Kajën për të mësuar nëse janë pranë tij, por Kaja i thotë se tashmë nuk do të jap asnjë informacion për vendodhjen e tyre. Pas kësaj, Giani vën menjëherë në lëvizje njerëzit e tij për të gjetur Kajën. Ai kërkon Ailës që të mos largohet nga konaku, pasi situata është e rrezikshme. Alia e siguron se do të qëndrojë aty dhe për një moment i kërkon Gianit të ketë kujdes për veten. Ky shqetësim i Ailës për Gianin nuk i shpëton vëmendjes së Sadakatit, e cila e vëren e habitur afrimin dhe ndjenjat që po shfaqen mes tyre.